Paraditja së hënës në pikën kalimit kufitar të Muriçanit ka qenë normale sa i përket qarkullimit të automjeteve nga dy anët e kufirit, ndërkohë pasditja pritet të shoqërohet me fluks të shtuar në dalje pasi nis kthimi i emigrantëve që kishin ardhur për të festuar Pashkët pranë familjeve të tyre. Sipas të dhënave nga shërbimi i policisë kufitare, gjatë 3 ditëve të fundit dhe deri më zgjidhjen e së hënës, në këtë pikë kufitare kanë qarkulluar rreth 33.000 shtetas dhe mbi 11.000 autovetura, ku më shumë se gjysma e tyre kanë hyrë në territorin e Shqipërisë. Fluksi i hyrjeve ka qenë në rritje, sidomos që nga pasditja së premtes deri në mbrëmjen e së shtunës, si dhe të dielën për shkak të festës së Pashkëve, ndërsa të hënën numri i hyrje daleve ka qenë thuajse i barabartë nga vendi ynë. Destinacioni kryesor ka qenë Ulqini, si për grupe turistike me autobus, ashtu edhe për qytetarët. Vijëm prej Kosovës, shkojnë në Ulqin. Si u shkoi udhimi? Mirë, gjithçka ishte në rregull. Punoj në Ulqin atje. Sipas personelit të pikës kalimit kufitar janë marrë masa që ashtu si në hyrje, që nuk ka patur vonesa pasi është punuar me procedura të përshpejtuara, edhe në dalje të punohet me të njëjtën mënyrë pune për të mos vënuar kthimin e emigrantëve për në vendet ku jetojnë, që ishin në Shqipëri për Pashkët. Fluksi në dalje pritet të jetë më i lartë kryesisht gjatë ditës së martë dhe të mërkurë.